Faleminderit zonja drejtuese seancës. Dy fjalë për të gjithë dashnorët e Flamengove dhe të Pelikanit Kaçurel. Ti, Gjergjinski, atje, Lenini, nuk mund të dhimbë se Pelikani Kaçurel dhe Flamengoja, ditën kur këta kanë zgjerë fonde për t'i ndruar me terapi hormone seksin fëmijëve. Dakor? Fëmijëve tanë, që të gjithëve. Me taksat tona që ty të dhimbë se na shumë. Atë sheshin që e ke plot atje, ti e bashkëpunëtori i tyre. Atë sheshin që e ke plot atje, 67% njerëzve i ke demokrat. Të ekspozuar, votus të Partisë Demokratike, drejtues strukturave të Partisë Demokratike. I ke marrë dje, atë protestën, nxjerr një ashtu dhe e bëni vetë. Ju a bën ky këto, PR-in. Rama dhe Berisha njësoj të dy në burg. Ti. Dakor? Dhe ca qindra për atyra 10 i ke sjellë Kselia Partisë Demokratike, marksista leninista të vegjël. Tash ta dish një gjë. Ka ajo Selia atje, Marksi ka një faturë pa paguar. Shpaku faturë e vjetër. Paguhet me varre pa eshtra dhe eshtra pa varre. Ti, komunistuc i vogël, jashtë kohë, krysh oficeri, shefe kuadri, ku çka kanë qenë nga këta të vegjëlit. Dakor, çorra, topellor, çfarë jeni ju aty që vazhdoni thoni Marksi dhe Lenini, kundër imperializmit, mirë është mos vish ta paguash, ti do ta paguajnë këta. Këta që së ndjehen diçka din, mama. Në qoftë se do ta hapësh këtë lojë, ne e hapim, nuk është problem, po ty nuk të leverdis. Gjëja e vetme që ke bërë djeti, duke çuar njerëzit atje, është që treqerekun e sheshit e ke larguar, se të kanë treguar se nuk je ti organizatore, se është protestë qytetare ajo. Dhe në qoftë se thuhet jo politikan, ti jo i pari. Sepse akoma, me qorrat paraardhës, Gjergjinskin, Leninin, Stalinin paraardhës, dakor, akoma sot vazhdojnë paguajmë dëmin e tyre, e quan të popull në uri dhe në tallon. Që me kujdes herë tjetër dhe me batutat dhe me të gjitha. Forcët përgjigjen prapun. Po, zoti Muçi, replik. Zoti Muçi për replik. Okej. Atëre, me qënë se këtu ndodh shpesh në fakt që nga të dyja krahët të më referohen